Mrekulli apo mizori? Vajza u nis për një kontroll rutin, por doli shtatzën. Zbulimi brenda mureve të spitalit ishte më i errët se çdo mister. Pasi e kishte bërë më parë këtë herë, ajo mund ta bënte vetëm. Dërsa i bënte me dorë lamtumirën nënës së saj, ju kujtua ta thëriste sapo të mbaronte. "Shihemi në shtëpi, zemër," i tha nëna e saj. Megjithatë, ajo nuk e kishte idenë se në fund të ditës, vajza e saj do të ishte një person krejtësisht ndryshe. Gjatë kontrollit të saj rutin në spitalin e Oklahoma City, Ellie Lipon, një vajzë e re e gjallë që pëlqen aventurat, hyri në korridoret e bardha të pastra të spitalit. Ajo shkoi drejt repartit special të grave, e përshëndetur nga aroma dalluese e antiseptikut dhe zhurma e heshtur e makinerive mjekësore. Ajo nuk e kishte idenë se kjo vizitë e zakonshme së shpejti do të kthehej në një labirinth shqetësimi dhe misteri. Në moshën vetëm 14 vjeçare, Ali hyri në repartin e spitalit për kontrollin e saj të rregullt. Shqisat e saj u sulmuan nga aroma sterile e dezinfektuesve, duke ecur nëpër labirinthin e korridoreve drejt repartit special të grave, ajo ndjente një ndjesi shpimi gjilbërash nga pritja. Në mes të saktësisë dhe përpikshmërisë së tij të zakonshme, Dr. Harold ishte vonë. Kishte një ndjenjë, një rritje shqetësimi mes Alit. Të priste vetëm nuk ishte ajo që i pëlqente. Pavarësisht aromës së njohur të antiseptikut, adoleshentja e friksuar ul në mjedisin steril të repartit special të grave të spitalit familjar Rruga e Diellit. Gjatë viteve ajo ishte mësuar me kontrollin e saj rutin. Kishte një energji ankthi në dhomën e pritjes. Ajri ishte i dendur me pritje, pa pritmas një burr u shfaq në derë. Me nxitim ajo hyri në dhomë me sytë e tij, duke u kthyer rreth e rrotull sikur kërkonte një dalje. Ali nuk mund të shkunte një ndjenjë të çuditshme ndërsa ul në dhomën e ekzaminimit dhe ora po kalonte. Dr. Gonzales u shfaq në anën tjetër të derës, një i panjohur për të. Pa pritmas, ai hyri duke i preokupuar dhe murmuriti se po zëvendësonte një mjek tjetër. Megjithëse Ali hezitoi, ndjenja e urgjencës në dhomë e detyroi atë të vazhdonte. Si një mjek zëvendësues, Dr. Gonzales, duke i hutuar dhe me nxitim me repartin e specializuar. Ai hyri në dhomë, sytë e tij duke u kthyer rreth e rrotull, sikur po përpiqej të kapte orën që po kalonte. "Më vjen keq për vonesën, zonjusha Leon," murmuriti ai pa e parë. "Unë po zëvendësoj Dr. Williamsin sot. Le të fillojmë." Atmosfera kaotike e një strukture mjekësore të zënë kontribuoi në pamjen e tij të çrregullt. Sipas Alit, fillimisht ajo nuk e kishte idenë se ku ishte mjeku i saj origjinal, Harold. A do të mund ta besonte këtë mjek? Ndërsa ishte zhytur në mendimet e tij, Dr. Gonzales kontrolloi mekanikisht shenjat vitale të Alit. Një dhimbje e papritur i shkaktoi trupin e saj. Ai tha, "Jeni në gjendje të mirë shëndetësore." Kur ajo kuptoi se ky nuk ishte një kontroll i zakonshëm ginekologjik, ajo u hutua. Pavarësisht përpjekjeve të saja më të mira, ajo mund t'i dëgjonte shqetësimet e saja. Kush ishte ai dhe çfarë po i bënte asaj? Duart e tij lëviznin mekanikisht ndërsa i kontrollonte shenjat vitale të Alit. Mungesa e fokusit të tij ishte e dukshme. Shpina e saj ndjeu një ftohje shqetësuese. Ajo po trajtoi me instrumente mjekësore të ndryshme. Nuk kishte asnjë rutinore në lidhje me këtë kontroll ginekologjik për të. Pyetjet e saj u hodhën poshtë nga mjeku me përgjigje të paqarta. Dr. Gonzales kontrolloi shenjat vitale të Alit me një ajër kujdesi të shkëputur. Ai kaloi me shpejtësi nëpër lëvizje. Ajo nuk ishte e sigurt nëse ajo që po bënte ishte e ligjshme, sepse ajo ishte një vajzë e re. Duke u përpjekur të bënte biseda të vogla me mjekun, Ali ndjehej e shqetësuar. Fjalët e saj u pritën me një tundje koke të shpërqendruar ndërsa ajo pyeste, "A është gjithçka në rregull?" Një dhimbje e fortë kapi barkun e Alit, ndërsa një dridhje ftohëse kaloi nëpër trupin e saj. Duart e saj shtrënguan skajet e tavolinës së ekzaminimit ndërsa ajo pshërëtiu. Një ndjenjë pranie kërcënuese ndriçoi në sytë e saj ndërsa ajo merrte frymë me vështirësi. Përmes dhëmbëve të shtrënguar, ajo shpreu, "Doktor, diçka nuk ndihet mirë." Duke injoruar shqetësimin e saj, Dr. Gonzales vazhdoi ekzaminimin e tij. Rrahjet e zemrës së Alit u shpejtuan dhe ruaza djersë u formuan në ballin e saj. Dhoma dukej se turbullohej
dhe një ndjenje afërt e fatkeqësisë po afrohej. Ju lutem, çfarë po ndodh? U lut ajo, zëri i saj ishte i tensionuar. Kishte një dhimbje të mprejtë në stomakun e saj dhe ajo mbajti stomakun e saj në agoni. Ajo donte të ngrihej dhe të ikte, por thjesht ushtria aty e pafuqishme. Doktor Gonzales, më në fund duke u shkëputur nga mendimet e tij, u duk i hutuar. Je mirë, thjesht qetëso, tha ai në mënyrë përbuzëse, i pavetëdijshëm për agonin në rritje të Alit. Dhoma i bëri jehon mosmarrveshjes midis vuajtjes së Alit dhe sigurimeve indiferente të mjekut. Ajo u përpoqi të sillej si e pjekur. Ajo i tha vetes se këto ishin dhimbjet e feminitetit, por ajo thjesht po përpiqej të bënte veten të ndihej më mirë. Ndërsa dhimbja intensifikoi, instinkti i Alit bërtiti se diçka nuk shkonte. Ndal, u lut ajo, dëshprimi duke i mbuluar fjalët e saja. Ajo përpoq të mblidhte rrobat e saja dhe të largohej. Doktor Gonzales u ndal, sytë e tij takuan tesajat, por graviteti i situatës dukej se kishte humbur për ta. Ajo përpoq ta qetësonte Alin dhe ajo u ndal për një moment dhe shikoi atë drejt në sy. Në heshtjen mbytëse që pasoi, një infermiere hyri me vrull në dhomë, duke u përgjigjur alarmeve të heshtura të shkaktuara nga gjendja në përkeqësim të Alit. Trupi i saj po nxehej dhe ajo ishte e pakëndshme. Paniku i pikturoi fytyrën infermieres, ndërsa ajo vlerësoi situatën duke marrë kontrollin e momentit kaotik që doktor Gonzales dukej se kishte anashkaluar. Ai ishte në botën e tij. Ali tani e lagur në djers, ushtrie hutuar në tavolinën e ekzaminimit. Gjithçka është në rregull, e dashur, mund të vishesh, tha mjeku. Infermierja shkëmbeu pëshpëritje urgjente me një kolege që kalonte aty pranë, duke hedhur shikime të kujdesshme ndaj doktor Gonzales. Ali, e çorientuar dhe shqetësuar, nuk mund të mos pyeste veten se çfarë sapo kishte ndodhur. Ata e ndihmuan shpejt të bëj gati dhe i thanë se mund të largohej. Episodi e la Alin duke u përballur me një vorbull emocionesh, frikë, konfuzion dhe një kuptim shqetësues se mjeku që e kishte ekzaminuar aq pa kujdesshëm mund të kishte luajtur një rol në dhimbjen misterioze që i kishte kapur. Ndërsa ajo shtrihej aty, pyetja pa përgjigje qëndronte në mendjen e saj. Çfarë po bënte doktori gjatë atij ekzaminimi dhe pse dukej aq indiferent ndaj shqetësimit të saj? Hijet e pasigurisë qëndruan mbi të, duke hedhur një hije dyshimi mbi vizitën në dukje rutinë që ishte shndruar në një enigmë befasuese. Ali shkoi në shtëpi e hutuar. Kaluan javë dhe shëndeti i Alit u përkeqësua. Dhimbja vazhdoi, një dhimbje misterioze që refuzonte të shpjegojë. Nëna e saj, e shqetësuar duke ndjerë se diçka nuk shkonte, vendosi ta çonte atë përsëri në spital. Ali nuk donte të kthehej atje, por ajo kishte nevojë për përgjigje. E dinte se ata i kishin bërë diçka. Nëna e saj, Candace, duke ndjerë se diçka nuk shkonte, këmbë nguli për një vizitë kthimi tek mjeku doktor Gonzales, edhe një herë duke i nxituar dhe indiferent. Ata ju nënshtruan testeve të rregullta dhe në mes të konfuzionit u krye një test shtatzanie. Shoku i pikturoi fytyrën Alit, ndërsa e vërteta u shpalos. Ajo ishte shtatzan. Zbulimi hutoi si nënën ashtu edhe vajzën. Vajza mohoi me forcë se kishte të dashur. Doktor Gonzales urdhëroi një sër testish duke përfshirë një test shtatzanie të papritur. Ajo e shokuar dhe e hutuar ul me ankth duke pritur rezultatet. Dhoma dukej se po mbyllej, ndërsa ajo përballej me zbulimin. Ajo nuk mund të ishte shtatzan, ajo nuk kishte të dashur. Çfarë po ndodh me vajzën time, doktor? U lut nëna e saj. Dëshpërimi ishte i dukshëm në sytë e saj. Por mjeku ishte i tronditur. Testi i shtatzanisë doli pozitiv, duke shkaktuar botën e Alit që të shkatrohej. Nëna e saj, e coptuar me zemërimin dhe konfuzionit, kërkoi një shpjegim. Ajo mori anën e vajzës së saj. Ali mohoi me forcë çdo përfshirje romantike dhe nëna e saj luftoi për të kuptuar rrethanat e pashpjegueshme. Doktor Gonzales premtoi t'i gjente përgjigjet e tyre dhe u kërkoi atyre të mos i tregonin bordit të spitalit se çfarë ndodhi. Ndërsa kaluan ditët, Ali e gjeti veten të humbur në një vorbull emocionesh. Pëshpëritjet e korridoreve të spitalit i bënin një hon në mendjen e saj. Mjeku i kishte ngatruar detajet e saj me një zonjë tjetër me të njëjtin emër. Çfarë kishte bërë doktor Gonzales gjatë atij kontrolli të çuditshëm? Dyshimi e shtypi atë
dhe ajo nuk mund të shkonte ndjenjën se diçka kërcënuese shfshihej në sipërfaqe. Ditët e Alit u bën një mjegull vizitash tek mjeku, emocionesh kontradiktore dhe peshës së një shtatzanie të paplanifikuar. Ajo ndjehej sikur ishte në shenjestër të mjekut ose viktime ndonjë shakaje mizore. Misteri Dr. Gonzales i ndoqi mendimet e saj dhe ja filloi të gërmonte në të kaluarën e tij. Thashë themet për keqpërdorim dhe etik të diskutueshme rrethonin emrin e tij. Pse morje ai rrezikun? E vendosur për të zbuluar misterin, ata u thelluan në rreth asaj dite fatale. Një hetim zbuloi një ngatrim tronditës nga Dr. Gonzales. Ai kishte kryer gabimisht një trajtim të fekondimit in vitro në Ali, duke ngatruar atë me një paciente tjetër që ndante të njëjtin mbiemër. Por a mund ta besonin ata atë? Vendosmëria e Alit u rit, e nxituar nga një dëshirë për përgjigje. Ajo përball me stafin e spitalit, kërkoi të dhënat e saj mjekësore dhe kërkoi një mendim të dytë. Por njerëzve nuk u lejohej të komentonin mbi rastin. E vërteta u zbulua ngadalë duke zbuluar një pamje shqetësuese të mashtrimit dhe tradhtisë. Dr. Gonzales kishte manipuluar të dhënat e saja, duke fshorë natyrën e vërtetë të atij kontrolli fillestar. Zbulimi shkaktoi val shoku nëpër spital, duke shkaktuar hetime dhe veprime ligjore. Kurajoja e Alit përballë vështirësive u bë një fener shprese për të tjerët që kishin rënë viktimë e veprimeve të mjekut mashtrues. Komuniteti mjekësor u mblodh për të ndrequr padrejtësinë dhe rezistenca e Alit e shndroi atë në një simbol të paqëllimshëm të forcës. Ajo u bë një hero, ndërsa procedurat ligjore u shpalosën. Ali nuk mund të mos pyeste veten për motivet e Dr. Gonzales. Çfarë e kishte shtyr atë të tradhtonte besimin e pacientëve të tij? Pyetja vazhdoi, një hije e tmerrshme që refuzonte të zhbehej. Ali, tani një e mbijetuar elastike, u përball me një të ardhme të pasigurt me një përzierje frike dhe force të re, e ndryshuar përgjithmonë nga rjeta e ngatruar e mashtrimit të thurur brenda mureve të spitalit. E zemëruar nëna e Alit, e nxituar nga një dëshirë për drejtësi, mendoi ta padiste doktorin për gabimin e rënd. Ali megjithatë kishte një perspektivë tjetër. Ajo vendosi të kërkonte gruan që supozohej të merrte trajtimin e destinuar për të. Tensioni në ajër u rit ndërsa ata ndoqën marrësen e synuar. A ishte ajo në dieni të asaj që bëri mjeku. Takimi mes Alit dhe gruas, jeta e së cilës kishte marrë një kthes të papritur për shkak të neglizhencës së mjekut, shpërtheu me emocion të papërpunuar. Gruaja e quajtur Emily ishte e mërzitur dhe e konfliktuoze, e coptuar midis dëshirës së saj për një fëmijë dhe rrethanave të papritura rreth kësaj shtatzanie të paplanifikuar. Ajo kishte luftuar për të pasur një fëmijë për shumë vite. Në mes të pezullimit u shfaq një vendim i pazakont. Ali, e dhëmshur dhe empatike, ofroi një zgjidhje që i la të gjithë në dhomë të shtangur. Ajo vendosi të dëgjonte anën e Emilit. Ajo sugjeroi të mbante fëmijën deri në fund për Emilin, duke vepruar si një zëvendësuese për fëmijën që ishte menduar të ishte i saj. Emily ishte jashtëzakonisht e gëzuar, por a ishte ky plani i saj gjatë gjithë kohës? Zbulimi qëndronte në ajër, si një fije delikate, duke lidhur jetët e tyre të grave në një vallëzim të ndërlikuar fati dhe zgjedhjesh. Lidhja e paparashikuar, e kryuar në atë repart special të grave, do të ndryshonte përgjithmonë rrjedhën e jetës së tyre, duke thurur një tapiceri pezullimi, drame dhe përfundimisht një kthes të papritur të dhëmshurisë. Në çfarë po futet Emily?